Lajmi mirë për banorët e fshatit Miratos, të cilët merren me blegtori. Me gjatësi prej 3 kilometra dhe gjerësi prej 4 metra, në bastinë lokale të fshatit Miratos sot ka filluar të bëhet zgjerimi dhe rrafshimi i kësaj rruge, e cila është e pakalueshme. E për të inspektuar punën në këtë rrugë, që të shpije për normalisësinë e këtij fshati, kishte dalur zëvendës kryetari i komunës së Preshevës, zotri Xhelal Mehmeti, së bashku me disa banorë të këtij fshati. Zotri Mehmeti tha se kjo rrugë ka qenë kërkesë e banorëve të fshatit Miratos që këtë rrugë ta shfrytëzojnë për blegtori, ku ka qenë e pakalueshme më parë, ku do të bëhet zgjerimi i kësaj rruge dhe do të shfrytëzohet për të kaluar kohën e lirë në periferi të këtij fshati. Gjendemi këtu në bastimin lokal në fshatin Miratos, ku sot pra po bëhet zgjersimi i rrugës prej 3 kilometra, mund na thonë mallësisë për çfarë projekti bëhet fjalë. Është një rrugë, do të thotë, që e lidh prej fshatit Miratos me Malsin, do të thotë pikërisht me Kojzakun. Është një rrugë që ka qenë e kalueshme më parë, por tani më jo. Ne thjesht kemi marrë iniciativë për me bërë merimetrimin e kësaj rruge, dhe unë mendoj se kjo rrugë do të jetë një rrugë që do të hapet një rrugë alternative për zhvillimin e blegtorisë, mandej këtu është ujësillësi i fshatit, do të ndikojnë shumë aspekte sa i përket zhvillimit përgjithësi. Ka qenë kjo kërkesë e banorëve të fshatit Miratos një gjë tillë? Po gjithsesi ka qenë në kërkesë e banorëve, ku ata e kanë arsyetuar se kjo rrugë na vjen dhe kjo rrugë do të ndikojë në zhvillimin e fshatit në përgjithësi. Pikërisht do të jetë edhe një mundësi ku do të hapet edhe një periferi për bashkëfshatarët tonë, ku kanë mundësi të vinë këtu të ecin dhe të kalojnë kohën e lirë. Mund na thonë se kush është kontraktuesi i këtij projekti dhe sa është vlera e këtij projekti? Po mbas asaj që u shpall konkursi, do të thotë të nderin e ka fituar Shera Beton në Rajinc, dhe në përgjithësi kjo rrugë kap një shumë të 500.000 dinar. Kjo rrugë kap shumë prej 500.000 dinar, ku kontraktues është kompania ndërtimit Shera Beton në Rajinc.